çështja. Çështja e parë është këtu. Apo ndërpremtisin. Veç nëse ka mundësi, veç një detaj të thjesht këtu. Ku vrehet efekti transformuesi i qeverisë. Të hyrat tatimore ka qenë 1.7 miliard para se me ardhë ne, këtë vit po përfundoj me 3.3 miliard. 2 fishimi të hyrat tatimore. Për 5 vjet. 2 fishim për 5 vjet. A disa kanë qenë hyrat tatimore në vitin 2010, kanë qenë 1.2 miliard. Për 10 vjet kanë rrinë 1.7 miliard. Njëra është dash 4 vjet. E gjysë për mu 2 fishu, kjo është arritje shumë e madhe. Edhe kjo duhet të aplaudohet. Sepse cilat janë veprimet që e kanë rritë. A me thu 5 veprime që e kanë rritë qëto? Ekonomia jonë ka qenë dhe nominale 6.7 miliard. Tash këtë vitin 2024 ka rritë 10.3 miliard dhe deri në fund të vitit duhet të shkojë. Veprime, unë jam laik në kësaj pjese. A me thu 5 veprime, çka ka ndiku që ka shomorit gjithë sukses? Se na s'kokum të jetu këtu. Ka pas rritje mesatare 6%, ju thatë që gjithu rritë. Pro, shtesa vjetore ka qenë 300 milion euro ju ka shtru ekonomistë. Që nga kua për kemi arë ne një shtru për 60 miliard euro gjdo vit. Armen, 2007 për shumë, unë kam qenë në qeveri, ti ke qenë në mek. Apo? Sa ka qenë buxheti këtë Kosovës? Ka qenë 314 milion. Sa ka qenë? Buxheti i Kosovës. 600 milion. 2006 ka qenë 600 2004 ka qenë 314, edhe qeveria ata thoshte e kena dy fishu, e kena bot 600 e diçka. Apo kupton? Jena të folë për shifra, cilat vijnë edhe si rrethon e iniciativës private e të tjera. Nësa me 5 veprime, a mund është me listu 5 veprime që e pas kanë rritë qështu qështë po thote? Po kur po flasim për progresin, po lipim veprime. GDP-ja po të rritë hyra tatimore. Hyra tatimore. Pra, e para, hyra tatimore rritën për shkak se një efekti rritësi ekonomisë së vendit. E para. E dyta është për shkak të mbledhjes më të mirë të tatimeve. Okej. Mbledhja ma e mirë të tatimeve, që përshëllë. E treta që është efekti i dyfishimit të qarkullimit të bizneseve. Qarkullimi biznesit kur këna orë na, ka qenë 10.6 miliard, tash ka shku 22 miliard. A kupton në vënd qarkullimin sepse po ankohen shumë. Tash që unë si laik për ta bajnë e pytjes këto. Që qarkullimi i bizneseve. Vesh pak dhe gjëzëm, asë unë jam tash laiku këtu, po dhe pytje. Pytje mas bë komentet. Pa unë asë po mëj me bë pytje. Tash, nëse jenë rritë qarkullimi i bizneseve, a është rritë sasia, a është rritë shmimi? Sepse qarkullimi rritet kur ka çmim më të lartë. Një bukë e ke ble 30 cent, sot e ble 60 cent, edhe normal thu, ta sheshi i shet 5 bukë, thot unë e përshes ma shumë, po qarkulloj ma shumë, po sasia është e njëjtë. Edhe që kjo që ka ndohë, sasia e njëjtë. Sasia është e njëjtë. Shmimet jenë rritë. Normal që kur të rritën shmimet, rritet hyrat tatimore. Edhe rëgjaje që të rrinë nëse mundë. Argumentoj shumë e 2-3 fjallë. E para, e di këtë pretendimin që thuhet që për shkak të rritjes së inflacionit, ta zonë të mirëqenë ato, mund tjetë efekti kumulativ i inflacionit, që nga kua kërkimi arë ne, do më deri në fund të vitit, do të shkojt i ku 26%. Që ta zonë që 26% u rritë për shkak të, po na po flasëm për 2 fishim të qarkullimit të biznesit, 2 fishim të hyra tatimore. Si vjen, mbledhen brenda vendit, që është tatimi në paga, është bërimi i parë, është 3 fishu. Do më të mbledhë pikërisht nga pagat janë 3 fishu. Pse? Sepse në kohën kur kena ardhur na, janë paguar 1.8 miliard euro. Paga tash tikun paguan 3.4 miliard euro paga. Jo është 2 fishu edhe pagat. Kuptimin e sasisë, jo kuptimin e mesatarës, por kuptimin e gjitha pagave sektorit publik e privat që paguan. Tjetra, për shkak se sektori ka reaguar ndaj rritjes së çmimeve, pra është detyruar mi rrit pagat e njerëzve. Për shkak se inflacioni për 10 vjet burim. Po si mundi me mohu inflacionin që është Kosova? Po me hojë me djalë, në asnjë moment nuk e mohova. Sa është vik? 6 euro, 7 euro? Në asnjë moment nuk kena prej. Unë nuk e mohova. Ju tu anashkalu, pra ju po flisni. Nuk e mohova. Ajo çfarë thash unë është që në gjdo, se këtu i kam edhe po t'i dërgoj që t'i kesh edhe këtu, rritja e të hyra, përqindja e rritjes e të hyra tatimore dhe rritjes është më e lartë se sa efekti kumulativ i inflacionit. Pra mbi 80%. Me rritë kërboqën që me thonë alo ma shumë. Muni ATK-ja që me thonë me shku mja marrë dhe këtë parë që jenë. Kjo nuk do me thonë që suksesi qeverisë, nëse nga tatimin e fitimi bizneseve, funksionojnë ma mirë me ju se sa me një qeveri tjetër. Bizneseve, për 10 vjetë jenë mbledhë 86 milion euro.
dhe tash mbledhen 260 milionë. Edhe ku shkojnë ato, shkojnë të importi i energjisë. Masnej 1 miliard, pra i mbledhim na prej biznesive të Kosovës, edhe i qojmë 1 miliard masnej në import të rrymës, apo? Po, nuk është ashtu. Ose, i shtojmë, këtë parat, nuk shkojnë prodhim, ato që keni ardhë me bo, që na do të arrisim prodhimi, ju që se keni bo, Kosova sot është e mbarë me jashtëzakonisht, pro parat e Kosovës dalin jashtë Kosovës, miliona para. Nuk është e vërtet. Për krahasim është shumë e rëndësishme me ju referu statistikave zyrtare. Në vitin 2018 kemi pas rritje 3.4%, apo? Pa asnjë krizë globale apo rajonale. Në vitin 2021 tutje, asnjëherë nuk kemi rënë nën 4%, përkundër faktit që kemi pas vit pandemik, përkundër faktit që kemi pas krizat pashdueshme, rajonale edhe globale, përkundër faktit që zinxhiri ka qenë jashtëzakonisht i dëmtuar, kështu që këtu duhet me pas parasysh këtë pjesë. E dyta, në vitin 2024 kemi pas 654 milion investime, që i bjen 35% më shumë investime kapitale, sepse fillimisht Leo e nisi me idenë se nuk e kemi shtruar asnjë rrugë. Si ka mundësi? Veç në Mitrovic, 63 kilometra veç në veri janë shtruar rrugë. Katun po, nuk ka rëndësi katun qytet. Lutëm Leo, shumë e rëndësishme na jena përfaqësues. Qeveria është për gjithë. Ato parat e komunës ndahen pas të qeverisë edhe pi çiti buxhetit. Edhe na jetojmë kështu. Është e rëndësishme me cek. Mu bëna investim edhe kënej. 35% është investimi kapital më i lartë se krejt viti bashk 2008-2020. Pra, kemi investu shumë fish ma shumë se në kalumen. E dyta, jënë 430.000 vende aktive pune. Kure kemi marrë një qeverin, jënë kun 350.000. Dikush mund të thotë, po jo ekonomia informale, formalizimi, vende primare, sekondare, sot në Republikën e Kosovës jënë 430.000. Si pas statistikave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, për shambull, papunësia ka rënë 22.8% në 10.8%. Qeveria ka ndërmarrë hapa, për shembull, për çështjen treg. Ka kriju programe super puna, për shembull. 10.8% sipas Agjencionit Statistikave të Kosovës, 3 mujori i fundit i vitit 2023. 10%, apo? Vitin 2023. Krahasim. Po marr, krahasim. Jo, korrekt. Po i referohem agjencisë. Po, jo. Ata i referohen, pra thojnë atyre që lypin punë. Pra së mundesh me thonë që në Kosovë vetëm 10% jenë pa punë. Po, ata që janë në treg punës që kërkojnë punë. O shumë e rëndësishme. Minimalisht është korrekte për njerëz që kanë ardhur. Tani tash. Jo, mos ti bëj preservist në këtë mënyrë kalkulohet kjo punë. Ama që ke diçka tjetër kalkulimi. Ti lipe disa ideja që me thonë, besimi pa thonë 4% karo, tash 10% papunësia në Kosovë, okej, ose nas jenë aty jetu që të do, ose 10.8 si pas Agjencionit Statistikave raporti Liza ta përmbyll. Po të me ditë o disa veprime, sepse po mendoj që është shumë evidente që ekonomia Kosovës është rritë. Sakt, është të çështje e plasifikimit. Në Kosovë quhet vetëm ai personi i cili kërkon punë, që shkon lajmërohet edhe nuk tash i konsum. Okej. Për shembull, produkti vendor në përqindje, pra nëse e shohim, është 3.61% në 2025, 4.41% në 2024,